Përshëndetje nderuar shikues, ndodhemi në ambientet e studios të televizionit më të ri, Aventura TV. Si fillim dua të falenderoj Julin, i cili pranoi dhe pati kënaqësinë të na japi disa minuta kohë nga koha e tij për një intervistë të shkurtër. Faleminderit për ftesën. Atëherë Juli, ti je një personazh i njohur nga audienca, le të themi, edhe kohë më përpara, me videot tua që ke pasur në YouTube deri sot ku ka arritur. Mund na tregosh diçka nga gjithë ky rrugtim që ke pasur që në fillimi me udhëtimet që ke pas vër, edhe pjesën se si ke ecur deri këtu? Po, ideja është që kërkoja për të krijuar një platformë në të cilën mund të shprehem lirisht edhe nga pjesa e udhëtimit dhe lëvizjes që më ka pëlqyer shumë dhe nga pjesa e shprehjes artistike, pra ajo që bëj ta nxjerr në mënyrë origjinale apo mënyrën time ku pranohet ashtu siç është. Pra, nëse unë dua të udhtoj dhe dua të bëj shaka apo dua ta them me tërmend apo kam një mendim timin për një vend, ta shpreh atë pjesën që ky vend meriton të shikohet apo bën apo s'bën apo m'pëlqeu mua apo jo. Edhe me këtë ide hapa një faqe YouTube-i, shumë përpara kam punuar në radio, në televizion, pastaj hapa një faqe YouTube-i, kam bërë dhe blogje, disa gjëra të ndryshme, por mendoj se kjo e fundit që mënyra më e mirë për të shprehur. Sot për sot po hap një televizion, sepse mendoj se është një platformë ku mund të shprehen dhe njerëz të tjerë. Çfarë mund të na thoni më tepër për eksperiencën që keni pasur në emisionin Përputhje në Top Channel? Ishte diçka interesante. Më duhej më shumë akses në prapaskenat e televizioneve se sa në paraskenat, por nuk kam patur njohuritë e mundura. Pra, edhe tani për momentin që po flasim, ke një studio në të cilën po prezanton diçka 2-3 minuta, por këtë mundësi nuk e kam patur unë vetë dhe më duhej akses mbrapa kamerave. Mënyra më e mirë që futesha pas kamerave ishte futesha para kamerave të përfitonin nga mua, po përfitoja edhe unë atë që doja dhe kisha shumë akses në një televizion. Për pjesën që ju tani siç dihet keni nisur të krijoni vetë, le të themi, një emision ose le të themi një televizion, siç është Aventura TV, duke pasur dhe akses në kanalin me TBIP TV. Çfarë prisni më tepër perspektiva që ka kjo jesheni në Britan? Shiko, vetëm të hapësh një televizion është gjë shumë e vështirë. Prandaj nuk ka mira televizion në Shqipëri, por ka mira kafene sepse të hapësh një lokal pasi është më e thjeshtë. Të hapësh është diçka e vështirë, sidomos të hapësh pa buxhet është akoma më e vështirë sepse ke këtu milionerë, ke biznesmen, të cilët nuk e hapin dot. Edhe mendoj që vetëm kjo konsiston sukses, por nëse vazhdojmë dhe nga një platformë e vogël hidhemi në një platformë të madhe, nga një emision, fillojmë 3, 4, 5, 10 emisione dhe bëjmë një impakt pozitiv në shoqërinë njerëzore, pra nuk e thjesht një emision ku njerëzit flasin, por ke diçka që njerëzit të presin në orën 8 apo në orën 10 që dalësh dhe të flasësh, të thuash diçka origjinale, diçka të bukur, diçka që e inspiron tjetrin apo edukon për diçka të re apo informon për një gjë që s'e gjen në asnjë vend tjetër, apo në fundit apo dhe e argëton me diçka origjinale, do ishte diçka shumë e mirë për gjithë ne, domethënë jo për vetëm ne që e japim, por për ata që e dëgjojnë dhe e marrin më rrapsh. Të falenderoj shumë për këtë kohë që më dhe të uroj sa më shumë sukses në këtë. Gjithë të mira.